Policia e Vlorës ka goditur 3 raste të armbajtjes pa leje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet dhe në zonat bregdetare, duke arrestuar 2 persona dhe sekuestruar armë, municion luftarak dhe sasi droge të dyshuara për shitje. Operacioni sipas policisë është zhvilluar nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale në kuadër të masave të shtuara për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Në pranga ka rënë një 33 vjeçar banues në Vlorë, i cili rezulton me precedent penal në fushën e narkotikëve. Gjatë kontrollit ushtruar në automjetin dhe banesën e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet, një krëhër arme, 44 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, si dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë të ndarë në doza e dyshuar si e përgatitur për shitje. Po ashtu është arrestuar dhe një 18 vjeçar banues në Vlorë, i cili u kap në dërmi me sasi të lëndëve narkotike kokainë dhe kanabis sativa. Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se i posedonte këto lëndë me qëllim shpërndarjen e tyre në zonën bregdetare dhe në qytetin e Vlorës. Policia bën me dije se kontrollet dhe verifikimet vijojnë në të gjithë territorin e qarkut me fokus goditjen e veprimtarive të paligjshme gjatë sezonit veror. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.